إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja drejtojmë. I lutemi Zotit Gjelle Gjelaluhu me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të larta, me emrin e tij të madh, që në këtë ditë gjumaje Allahu Azza wa Jall na fal neve, prindërit tanë dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarët, njerëz e dashur dhe të respektuar kur janë takuar me njëri tjetrin, ja kanë dhënë disa këshilla dhe disa porosi, ose kanë dërguar ndonjë mesazh në një formë prej formave që ajo porosi me mri deri te një vëlla besimtar, që ajo porosi ka këtë domethënie dhe kuptim. Porosia e parë, mundohu me përmirësu brendësinë tënde, Allahu Azza wa Jall pastaj kujdeset për anën e jashtme tëndën. Porosia e dytë, mundohu me rregullu raportet dhe lidhjet tua me Allahun. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala angazhohet dhe t'i rregullon raportet dhe lidhjet tua me krijesat e Allahut. Dhe porosia e tretë ishte që e jepshin njerëz të mençur njëri tjetrit, apo dërgonin mesazh dhe ishte angazhohu dhe përpiqu me ndërtu ahiretin ton, xhennetin ton. Allahu Azza wa Jall ta rregullon dynjan tonde. Allahu Azza wa Jall na mundsof që ne këto tre porosi, tre këshilla t'ja themi njëri tjetrit. Andaj për këtë xhamat ton, këtë xhamit nderum dhe të respektum, dëshirova ta ndaj këto tre porosi me juve. Allahu Azza wa Jall na takofsh dorë në hajër dhe në të mira. Allahu e shpërbleft edhe imamin e juaj pak mzo gafel se çka do të them këtu, pasi që njeriu kur të vjen ndonjëherë në Shkup, vjen o me vizitu dikon për hir të Allahut Azza wa Jall, o me ngushëllu dikon, o me marr pjesë në një varrim prej varrimeve e kështu me radhë. Andaj duke e shfrytzu kohën dhe mundësinë që të mrim edhe të fitojmë edhe sevape dhe shpërblime tjera, dëshiroj për këtë xhamat nderuam, në këtë xhamit nderuame, me nda një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këshilloj veten dhe juve që këtë hadith të cilën du me nda me juve brenda javës, çdo kush prej juve apo shumica prej juve ta zbatojë dhe ta futen praktik. Hadithi është me sa vjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë sabahi, mas namazit sabahut, në xhamin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam ju drejtu xhamatit dhe i tha: "Men asbaha minkumul yawma sa'ima." Kush sot prej juve është agjerushëm? Nga i ngrumbull i sahabëve në xhami aty, i vetmi i cili dha përgjigje ishte Ebu Bekri radiallahu anhu dhe tha: "Ene ja Rasulallah, unë o pejgamber i Allahut." Pyetja e dytë ishte: "Men tebia minkumul yawma jinazatan." Kush sot prej juve e ka përcjell një xhenaze për të varrezat? Prap në pyetjen e dytë, i përgjigjet pyetjes dytë Ebu Bekri radiallahu anhu dhe tha: "Ene ja Rasulallah." Pyetja e tretë e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte: "Men at'ama minkumul yawma miskina." Kush sot prej juve e ka ushqyer një të varfër? Prapë Ebu Bekri radiallahu anhu përgjigj dhe tha: "Ene ja Rasulallah, unë o pejgamber i Allahut." Dhe e katërta pyetja ishte: "Men aade minkumul yawma marida." Kush sot prej juve e ka vizituar një smut? Të nderuar vëllezër besimtar xhamatlit nderuam, kemi të bëjmë me një ditë agjerimi.
kemi të bëjmë me përcjelljen e një xhenaze për të varrët. 2. Kemi të bëjmë me ushqyje të varfër dhe 4. Kemi të bëjmë me e vizitu një të smut. Andaj, a kemi mundësi ne brenda ditës me i realizu këto? Po kemi mundësi. Ndoshta neve na duket e vështirë, por është shumë e lehtë dhe shumë ka mundësi lehtë me u realizu kjo dhe me fitu shpërblime të mëdha prej Allahut Azza wa Jall. Mjetet e informimit e kanë botë vetën, qyteti është i madh, e dim se një varrim prej varrimeve, një musliman prej muslimanëve sot varroset dhe i falet namazi i xhenazës filan xhamien. Andaj vendos çat ditë ti me agjeru. Pra një ditë agjerimi po agjeron. 2. Po shkon për e përcjell një xhenaze. E 3. Një sadaka, një buk, sadaka 1 euro, 100 dinari, jepe një sadaka, e realizon edhe 3. Dhe e 4. Me vizitu një smut. Dikon familje e kimi një smut. Dikon e kimi familje me një grip. Dikon e kimi on mahallos qytet. Andaj ti kur i realizon që të 4 veprime, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i nderuar i xhamatli, ty dhe mu dhe të gjithë ata që e realizojnë këto 4 porosi, na përgëzon dhe thot Resulullah i ndëgjone me vëmendje këtë. Me çtema'ne fimri'in illa dakhala al-janna. Nëse çeto 4 veprime brenda një dite mblidhen, grumbullohen tek një person, illa dakhala al-janna, ai njeri ka me hy në xhennet. Allahu na i mundsof gjithëve xhennetin. Allahu ka me shpërbly për këto 4 veprime atë besimtar me xhennet, ose një koment prej komenteve është, i thuhet atij personi, urna dhe hyn xhennet prej cilës derë dush ti. A ka kënaqësi më të madhe? A ka shpërblim më të madh? A ka mundësi ideale për gjithë neve ku ne prezentohemi para madhërisë Allahut? Japni llogari dhe përgjegjësi para Allahut dhe ja pra Allahu na fal dhe na mëshiron, ne me i zgjell 8 dyert e xhennetit me hyn xhennet prej cilës derë dëshirojmë. Allahu na mundsof gjithëve me hyn xhennet. Allahu na mundsoft këtë hadith me praktiku, me realizu. Andaj ju lutem brenda javës mundësisht çoni nis porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vend. I lutemi Allahut Azza wa Jall ta bëj Kur'anin dashur në zemrat tona. I lutemi Allahut Azza wa Jall ta bëj sunnetin e Resulullahit dashur në zemrat tona. Andaj prej neve kërkohet ne që tregojmë itaat ndaj Allahut, ndaj pejgamberit të Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër besimtar, vetëm se me mendu mirë Allahu na sjell të mira. Vetëm me fol mirë Allahu na sjell të mira, mos flas, e me vepru mirë Allahu Azza wa Jall na sjell të mira dhe na jep të mira. A përfundon puna me kaq? Jo. Të tjerët mendojnë mirë, të tjerët flasin mirë, të tjerët na ndihmojnë punë të mira. E jone është në ta'awan ala al-birri wat taqwa, ta'awanu ala al-birri wat taqwa. Ndihmohemi me njëri tjetrin në taat, në kënaqësi, në devotshmëri, takvallëk e kështu me radhë. Allahu na fal këtë ditë xumaje. Allahu i fal prindrit tanë. Allahu i fal gjithë besimtarët dhe besimtarët. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.